Tani fillon procesi mjeljes. Po, tani fillon procesi mjeljes. I treguam gjitha, me fabrik, me laborator, me bank. Tani kemi momentin për cilën bëhet gjithçka. Nëse s'del mielja mirë, nuk ka as fabrik, as bank. S'ka asgjë, si punoj ndeshje futbolli, që po së para që të minë ndeshje. Goli, këtu është goli. Këtu është ajo. Ja e para, jam barë. Barësi. Si rinë aty presin radhën. Presin radhën. Në moment me fjalë ku morëm të makinerinë, kishim çik të vështirë për t'i mësuar lopët, sepse kishim një aparat mielje ndryshe nga ç'është kjo. Nuk po të tani jam mësuar edhe vinë vetë, është momenti që me zi presin të vinë të lirohen, të bëjnë dhe me bëjnë me kënaqësi të punës. Edhe me teren, me njerë. Po tani jam më përpara se ta shih futet vetë lopa, kërkon një kap nevojshme për të shkarkuar edhe. Madje po shtyhet. Shtyhet biles për ty. Shi. Se vërtet. Wow. Shi, e përzuri. Po. Domethënë bëhet pastrimi. Bëhet gjithë çdo standardi që ajo qumshi do të bëhet sa më i pastër dhe sa më. Tu po ta shikosh ti nuk ka mirë qumsh me dorë, vetë çdo gjë në tankës me filtra, e filtrohesh çdo gjë. Domethënë aq shumë jam mësuar sa e dim gjithë procesin tani. Tani këto e kanë kështu orarin e kanë fiks, dhe çdo gjë fikse dhe çdo gjë e kanë procedurën. Dhe është e çuditshme, po të kesh për shembull ndonjë defekt ndonjë gjë këtu, fillojnë nga që kanë mësuar orarin, fillojnë qajnë. Gjithë çka ka ndodhur, do që s'kemi vajt në orar për të mjenë. Është e çuditshme. Pak të vonohet, domethënë fillon kori, ankesave. Atje janë të gjitha pastaj, ke gjithë të dhënat. Ajo ekrani pastaj janë gjithë të dhënat, janë litrat e qumshit, janë kontorja, kjo që aty shikon çdo anomali dhe kjo se ka një lop me rënje qumshit, ai lajmëron automatikisht veterinerin edhe. Sa litra një lop gjatë ditës? Unë kam pasur se lopa është punë gjenetike, kam pasur dhe lop me 80 litra. 80? 80. është gjenetik, ne do të thënë çik me gjenetikën, se kemi arritur akoma, se duam ta bëjmë si punë, sepse dhe pasardhët që merr, në shumë të mira. Tani që flasim ka të ndryshme, ka më e madhe që kanë për momentin është me 62 litra. Se ka treguar edhe pasaj në ekran që me 62 litra. Po janë të pakta, se nuk janë gjitha. Jo të gjitha kanë 62 litra. Do me thënë, në total ditor, Në total ditor tani që flasim bashkë, ne kam si mesatare tufe kam 35 litra për krejë. Dhe totali qumshit që ke? 18.000 litra në ditë. 18.000 litra në ditë. Të cilin të delë, të gjithin e nuk e përdor gjithin në fabrikën tënde, sepse kam prodhim më shumë se sa kapaciteti. Por ndërkaq shoh që poritesh. Poriten se do të vijë marrë së do ta bëjmë gjithë prodhimin, ta bëjmë cikël të mbyllur totalisht. Cikël të mbyllur. Të gjithë prodhimi për vete. Gamën e produkteve dhe normalisht do bëhet më shumë. Pas ke punë, domethënë, se më tha teknologu, hajde prapë ta kur të mbarojmë ta se do bëjmë do t'i bëjmë të gjitha pastaj. Do t'i bëjmë të gjitha. Vaf mbar. Do ulemi fshaqe siç e ka zakoni. Emrin e keni shumë të bukur. E keni gjetur tamam. E keni goditur. Super, emër më të bukur, më shqip, domethënë, për këtë punë nuk ka. Dhe e keni ju tani, nuk ja vë dot ciklit. Po, më pëlqen shumë si e keni quajtur. Fshaqe. Pushtofshi. Faleminderit. Ju vaf mbar. Edhe mbaroj futbolli tani, filloi fshaqe. Kemi lopë tani. Ky episod mbështetet nga Raiffeisen Bank.